Byroja Kombëtare e Hetimit është ende pa drejtues që prej përfundimit të mandatit e Aida Hajnajt me 1 shtator, ndërsa sot 3 anëtarët e Komisionit të Përzgjedhjes në SPAK, Altin Dumani, Arben Kraja dhe Behar Dibra, janë mbledhur për të vendosur mbi kandidatin që do të propozohet për emërimet në KLP. Takimi vjen pas një periudhe tensionesh mes 3 prokurorëve, të cilët më parë kishin pasur mosmarrëveshje mbi emrat preferencial, gjë që kishte krijuar krisje në bashkëpunim. Procesi për përzgjedhjen e drejtorit të BKH-s ka qenë i zgjatur, duke përfshirë teste të arsyetimit logjik, kontrolle mjekësore dhe fizike, intervista, verifikim të figurës dhe poligrafe. Nga 6 kandidatët fillestar, komisioni ka përfunduar fazën e fundit të verifikimeve, duke përgatitur një listë për votim. Diskutimet e sotme pritet të fokusohen mbi përputhshmërinë ligjore dhe profesionalizmin e kandidatëve, ndërsa votimi final do të zhvillohet në Këshillin e Lartë të Prokurorisë me 11 dhjetor, datë në cilën do dërgohen 4 kandidatët kryesor. Pasi komisioni do të përmbyllë vlerësimin dhe do të dërgojë emrin e preferuar në KLP, qeveria e prokurorëve do të vendosë për votim drejtuesin e ri të Byros Kombëtare të Hetimit. Fituesi do të marrë një mandat 5 vjeçar në krye të institucionit që shpesh cilësohet si FBI-a shqiptare. Mandati i drejtoreshës Aida Hajnaj përfundoi në gusht, duke hapur rrugën për zgjedhjen e pasuesit të saj.